Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena yje, prodhimi telegrafi që transmetohet në televizionin Dugazhini. Përshëndetje Bardh. Përshëndetje. Atëherë para se me prezantu mësafirin ton të radhës, mos të harrojmë me falënderu sponsorët tona, po mbështetësit e këtij podcasti që janë Ermyni, kompania derivateve Exvis edhe pija numër 1 në vend, Golden Eagle. Me ne sot është Betim Halimi, një portier që ka lënë gjuhën në futbollin e Kosovës, por jo vetëm. Mirë se vjen Betim. Mirë se gjeta. Atëherë, para se me nis me fol për karrierën tonë që halon gjystë është, hala s'ka përfundu. E kemi një pyetje hyrëse për krejt mësafer që i kem pas. Betim, kur ka fillu dashuria për futbollin, për lojën e bukur, ose për menet me sportës? Me të drejtën që në moshën e re ka fillu dashnia për sportin, e kom fillu si sëlmus edhe mbet angëll. Qa ke puna që me jetë angëll, as dite me lutë, s'kene në portjera, zakonisht në për më halla, kuj s'ka dit pak, hajtë portjera, qa kina dit vlerë në portjera. Pa ishen ma 50 gollin kejt ma leti me nejt angëll. Edhe kjo ka se një prej arsye pse jem bo portjer, na shtale pak prej trashëgimi pi prindit, se edhe babin e kom pas portjer, normal jo profesionist, po në atë kuat e veta. Edhe na shtale babi pak ka shty portjer se e kem trashëgimi. Trashëgimi, që ja. Betim karrierën e ke niste Vllaznia Pozheranit, klub nga i cili edhe fshati prej nga vjen ti, atë kujtohet ndeshja parë kur e ke bë debutimin, nëse ishe mujt pak me na tregu. Me thonë drejtën, kanë kalu shumë vjet, edhe kom bo shumë ndeshje, kështu nuk e di sakt cila o konë ndeshja parë. Se kom lujt me Vllaznin e Pozheranit një 5-6 vjet, ma shumë. Se kur i kom kalu grup moshat, tana me ekipën e parë në Ligë 2, dhe sa henëm në Ligë parë, edhe u largum. Po, s'paku sa vjet i ke pas kur ke debutu, se shumë i ri jem futbollin e Kosovës, prej një moshe shumë të re ki debutu. Ndoshta 15 vjet, 14-15, që di kënë, për ekip të parë. Për ekip të parë. Vitin 2016, pak kush e ka mendu, po e shofmi Betim Halimin në prova, se në atë kuj provat që unë konë në Bardh, me shku në provat, unë konë arritje si me në shku kontratë, me shku në prova të hish ma pak se gjiganti anglez, ose krenaria e Londrës Chelsea. Ke qëndru një javë në atë ku edhe po që shirë dhe me siguru prova në Chelsea. Unë dërë është për shumë ka tifoza Chelsea që vesh me shku në Stamford Bridge me shiku në ndeshjen ti ki qëndru atë një javë det. Me të regu drejtë nuk është shumë e pabesueshme edhe çuditshme. Edhe më kujtohet që mirë kur pa ta apliku për vizë të Anglijës në ambasadë, se besoj ishin kërkush. Për qa Chelsea. Në Chelsea ka me të shpar Chelsea. Edhe pa të ndohë prej një menaxherit shqiptar, fakt nuk u konë menaxher, po ka pas shoqni qështu me menaxhera. E ka pas njëri. Edhe është e çuditshme se ai një u konë e gjinisë femërore, menaxherja. U konë ajo e Zvicrës, edhe mi pa të ofru 3-4 mundësi me ekipe shumë të mëdha, si Chelsea, edhe tash s'po më kujtohet cilat i ka kjo punë 10 vjet. S'po më kujtohet cilat ekipe janë konë Milana, nuk e di, edhe vendos ku dërë me shku me provu vetën. Edhe me orë për shumë në atë ku, tash më konë, është pak ma ndryshë në sanat, por në atë ku u konë dishka e pabesueshme, edhe në pitëm, jo në Chelsea se kam qef Chelsea, në du Chelsea, po shkojnë Chelsea. Edhe e patalon më si asgjoj, kuptan, se e pabesueshme. Edhe kur janë nisi mu bo bisedat ma serioze, ma sene, ma qaj ftesën e Chelsea, mi mor njëherë planat e mija, do sene, shka ju interesishen aty në do video, do sene. Kur u merë ftesa, të shushe pa besueshme. Ju në shkova në ambasadë me ftesë, edhe u patkon
qështu dhjetor kur pa ta aplikua janar, qështu festa ka pas. Edhe ju thash aty në tonën aplikua, thash tonën ku më apliku të mërkurën në më do të vizane. Të urën të jo. Ja nisën me kesh as presidentit shtetit për 2 ditë që vate. Ta që me kësha halli vizan prova. Bo okej, atë nëjse ata i qunë ato në ambasad. Kur e marit mërkurën telefon. Posta. U konë kjo në Prishtinë së më kujtojt emri cila post. Shkova me marë pasaportën për të mërkurën, Për 2 ditë u Për 2 ditë. Ose aty ka kur e kom qelë, kur e shë vizën. Me që atë rrugë shkova të ambasada vetë. Tash t'ju ka zë seriozisht e kom pas. Dhe me hanë, rasti parë që ju ka ndodhë në ambasadë me apliku të hanën e mërtë mërkurën. Po, që do me thonë... Kjo është një mundësi që vjen si futbolist në ashtaves njëherë. Që do me thonë ndikimi i Chelsea. Po me që ju ka lëzën njerë fillimisht se problemi u konë edhe me caktu termen. Po jam mirë njës edhe sot deputetit tash është na kjo konë shak i babit, po sot më kujtë Tahiri e konë bjemërin. Besnik Tahiri. Besnik Tahiri babi ka pas shak, e ka thirë në telefon, i ka onë qështu djali ka me shku në Chelsea, e pi vyt një termen me mujtë me animun në ambasad. Çfarë ku në apliku për vizë. Apliku, konë të rishtem, se shumë kanë lyp dokumente, shumë. Kina shku të Besnikin shpe, edhe Besnikin na i ka regullu dokumentat krejt për ambasad, edhe kom shku kom apliku, dhe sot jam falemderus për Besnikin. Me jaftë të Chelsea, që shë kujton atë ku? E tonë drejten, pa është halas nuk me besu, e kom harru si histori, se është e pa besushme, se jam konë një avë në Kobam. Në Kobam është qendra servitore e Chelsea. Tash ku shkon të pi vllaznijës për Zhranet me një qendër servitori që ishe këtë grup moshat me ki parë. Ma ne edhe kushtet të stërvitjes. 28 fushat stërvitjes. Hopshe mana, nuk e di që ku kime stërvitjes. Po. Të më hapë shka që e pa besushme është. Se në atë ku nuk kem pas në futbol të Kosovës, në kur zhëheq. Janë konë, si në pas kushtet elementare, e kuptan. Tash ku shkova me ushtru me Tami Abrahamin, me Charlie Musondën, me Lita shumë emna që sot janë lujna për ekipe shumë. Që të dosh në mund dalë, nëse ishe mujt në i pra paske, nëse të kujtojt, diçka në i takim, me në njënë për lejtarëve të Chelsea-t. Me lejtarët jem taku krejt, po mas shumë të që më patlion për shtypi u konë njëni për ekonomave aty mrena. Se ta shku shkovan si lejtari i ri, mi dha me uniformat e krejt senat edhe, po mbetaj, prej kajt vjen, unë pithon prej Kosovës. A pi prizrenet? Unë nëllë aty. Edhe u huqa ketë. Ti thëma den qysh, ta pi prizrenet ta? Tham jo, tham ku pe den teja, den ku i bje prizrenet. E a i kish pas punu me këforin, ish pas kanë këtu në punë stil, bazën në prizrenat, që kanë po të shka. Bazën me siguri. Edhe po më thot që Pullat për thëtë i kanë të mira shumë prizrenet. Ma, më dhe shmar takimi. Kom me të shok me shumë për ty në shka kanë punu në qatë. Jo me lejtar t'ju adin se kanë ndryshu. Sigurisht janë rritë. Po janë rritë, po me i kam me 2-3 persona i kam halo raportet në Instagramin se në ka me të qështni. Gjithsesi provat nuk ka rritë e mi kalua, po... Provat, këshëm, tasht, realisht konë diferenca shumë e malla, e kuptan. Si 16 vjeqar ti me shku në Chelsea për shembull dhe tash ata janë rrit me tjetër sistem të punës. Ki mujt me pas shumë kualitet, po jo sa ata të mjeftushëm. Tash jarë puna që ata ma mundësun me shku në Everton, në akademit e Evertonit. Se në qatë ku konë njëtje pronar. Abramovici ka pas 2 ata, e kuptan. Edhe Chelsea edhe Evertonit. Edhe ma mundësun me shku në akademit e Evertonit. Po tash unë mas parë nuk isha drejt vetë, me jetu aty. U dhe i keda familja. Tash me orë dhe familja, normalisht shpenzimet janë shumë të noja, se me jetu në Londër vetë. Normal. Edhe me jetu veç për futbolit që asë nuk ishe mujt me jetu, se su konë që ishe paguti ku me ti sajë. Po, si do mos si 16 vjeqar. Edhe u konë e pa mundur, u konë me vazhdu karierën në Everton, e kuptan. Rikëthimi në Kosovë. Mas asaj kohet
në prova të Chelsea, vjen Kosovë të drita. Të drita. Të drita. Fillimisht kthejnë atë Vllaznia po Zhronit. Po, për 6 muaj. Prej Vllaznias po Zhronit të drita me... Të Vllaznia ktheshin Super League Vllaznia. Jo. Ja, Lig Par. Ja, Lig Par kon Vllaznia, po ja nisi me stërvit këtu, edhe nuk e filloi sezonën se dëmtohet kapiteni i dritës Artan Latifi. Po. Edhe merr në telefon Agji Sedat Paziti, që e përshëndesëm. U merr telefon edhe takove me Agjin Sedat edhe e arrim një marrëveshje për 6 muaj në dritë. Po. Për 6 muaj, derisa të kthehet kapiteni. Po dhe për mua kon eksperiencë e mirë, se mos më kthy pi Chelsea në Lig Par, po në Super League, me një të drita, me një ekip që ka emër, ekip i madh. I kom lujt gjitha ndeshjet, u kom super eksperiencë. Ajo 6 muaj të drita, dhe më thonë, tani shkon në Hajvalia, po? Shkoj në Hajvali 6 muaj. I kthesh prapë të drita. Vazhdoj të shkoj në Hajvali për një vit kontratë ndohet, po pas një vit, po mas 6 muaje, pat probleme financiare, u largu në lejtar të krejt, e të drita erdhe trajneri Ismet Munishi. Edhe ardhja e dyshës Flamur Bunjakut, po, Valon Morselit. Valon Morselit e Flamur Bunjakut. Edhe tana e në pas këthy prej Hajvalis me Armendin Kastratin. Se dytë bashkë në largu për dritës, dytë bashkë kemi këthy në dritë. Po në kujtohet, kena pi kafe në atë kohë. Po, në kohë. Për muri këthyti. Qësh ka ajo periudhë të drita me trajnerin Ismetin edhe një klub që ripilloj mu organizu edhe sa të shof me qka ka mbo me atë klub, do në tre titoj, arritje historike në Evropë. Me thonë drejtën... A besoj që ka më konë që këj projekt ka që sukses shumë për dritën, se fillimet 2 vjet e para... Shumë vështirë, u konë. Shumë vështirë. Edhe ka pas investime shumë mëdha 2 vitet e para, se erdhe nderimin e gjipi, Alban Dragusha, Erdin Hashani, më do këtë u konë aty. Po, edhe Erdinet. Po erdhe shumë emna erdhe. Edhe 2 vjet e rënë kena lujtë barash. 2 vjet e rënë barash, po. 2 vjet e rënë kena lujtë barash, edhe na hanë të rreziku. Kujtohet me flamurtare në apështën Taulant Haliti. Taulant Haliti, mbrojtë. Që së të djena mjerë një sket në bashkëtojtarë. Por na shta mësë... 96 minut e barazën me flamurtarin edhe në penalti fitoj. Në vitin vitin e 2 me Dugazinin Mitrovic. Po apet morën për forcime shumë, kishke shumë investime në klub, prap në barash. Apet i unë kënë të hub barash, po të në bëna me eksperiencë. Kujtimet pa harrushme. Bëna me eksperiencë, e kishme atë farë qëtësien, e kishëm, bëna me eksperiencë, kem të hub 1-0, pjesa por 1-0 kur për Dugazinin. Ka mbaroj 2-1 për neve. Një drita do më thonë në konë që shko sa dhe eksperiencë në Evropë, ka posë më barajë në që shko. Për barajë në konë të ftoftoku. Masoj kohës me dritën, ma ndeke kalu të Hajvalia që në atë kohë Hajvalia ka pos një generator, mu i me thonë, shpëtim babaj, Mirdin Daku nëse nuk a bëj ka qenë atë kohë, ke qenë bashkëlejtar. Shë kujta në atë kohë? Para dritës, jem shku në Hajvali, po prap jam këthy në dritë. A prap e këthy në dritë? Prap jam këthy në dritë. Mrana një viti. Daku konë të unan meqa, Daku e disën këqiko, u konë Olbi, sa pas lejtar 3 shumë mirë të unan meqa. Po kur shkum na e nesëm shumë mirë në Hajvali, po pat të nga krizë financiare, edhe me thonë unë u dhejqa me Armendin Kastratin, Biglarin, që dhe të shkeshëm për Hajvali. Edhe rasisht të takujna Dokën edhe këqikun të stacioni këtu i autobuzë në Hajvali, të pritja, në thotë, unë si kom njofë, si as njënën për ty në. A më thotë Armendin, thotë pi, meri këta djemë se janë të Gilanit, e gjuna më si leve prit. Ata kam prit babën e Jedit me autobus, se baba Jedit, me autobus. Edhe i moro me kërë, dit e para shumë mirë, Edi u konë djoli qeqë, Daku që ashtu dake. Desa ja nisi. Po, desa ja nisi. E kure një ma vonë tani. Një javë desa ja nisi. Një javë dhe resa ja nisi me morë vetë. Modi kur Armendi tha, pishmën tha, i këmë rënë që i pas marti me veti. Qashtu është taj. Tana dëllë Daku në ekipar, edhe shuqër zotit i jetë si mirë në Hajvali. Edhe Dakut edhe këqikut. Vidi se shumë për një periudhë shumë të shkurt ki përjetu shumë sene. Shumë sene. Në vitin 2017 vjen një transferim shumë i çuditshëm. I çuditshëm për
Na shta kohën kur ka ndodhur. Kohën kur ka ndodhur, po edhe kampionati ku kish Estoni. Ai është shqiptari I parë Kosovari, se shqiptari mos qimi janë se ndoshta ka e ka pas një bashkëlojtar të Shqipërisë, Arber Bashën, që tash presidenti I Lirisë. Bashkëlojtari ka pas nëse. Je Kosovari I parë që lun në Estoni. Qysh ndodhi ai transferim te skuadra Spartak. Transnarva. Unë që atu e më konë driti, më konë me Bekim Isufin, më konë të luftu për titull. Që ajo që konë ajo periuda 27 loj pa unë bjetë. Edhe më konë portjeri I parë. Unë e kom pas ofertë në Belgjik. Të ta ka dhe historien që shka ndodhë për Estoni. Nuk e kom pas plan Estonien heq. Se ke ditë atë kuj bjen hartë. Jo, më qfartë. Transferin kom pas me bo në Belgjik. Te kush? Konë te Çaloraj, po. Belgjik, po. Në vend parë janë konë që atu. Në vend parë janë konë. Anderleti u konë mas të në. Edhe shkajon aty 2 avë prova, po prova që asë nëndër si kësha imaginu. Do me thonë në perfekcion, gjdo sen ka shku. Alo ma shtif se që qëllë, gjdo sen perfekcion ka shku. Jo kështu në prova, pas testime, gjdo sen perfekcion ka shku. Edhe 2 avë prova. Ishke ti të prante, më thirë treneri portjera, treneri, po, edhe ma urojnë kontratën. Direkta. Tranun. Super paraqitje. Edhe ma urojnë kontratën, të në tonën, në zyre në shumë kontratën, të djelen, vjene shikon ndeshën, dushim vendas ata. Shkojnë me menaxherin tem, me presidentin e këshyrën ndeshën, fiton ajo vendas 2-1, tonën, në mazdite, I kisha testet mjekësore dhe me bo kontratën. Shkojmë zyre, pa fjetë heqën asë një minut për të zimit, pare për të rritjes me shu kontratë në Belgjik, me një ekip që po lufton për titull që është vend parë. Shkojmë atë, super I knasht. Ta është I bje letrat në tavolin, kret, ja apon e pasaportën, kur e shtinë sistema, kur e shujnë Kosova, I thota ja është Kosova, s'po ma qetë që Kosova është në Evropa, e kupta. Ti je konë ekstra komunitar. Thot e kim një problem. Tash për lejtarët ekstra komunitar, në atë ku ka në Belgjik, 90.000 euro viti. Me pagu ekstra. Plus pjesa e rrogave, banesës e ushimit e tretmat. Hala, në këtë Evropën I pritojnë lejtarëve ekstra komunitar. Është si në Itali si gjithkonë se janë gjdo sen në shtesë. Po ka pas shumë kosto, se ti edhe kontratën, nëse kitesh me nënshu një kontratë për shumë me thonë, a di shka, për nënshuj me 5.000 euro rrugë mujore, s'ki mujt. Dhe me thonë, u konë minimumi, s'pëm kujtojt, a konë 8.000 euro, a 12.000 euro rruga që ju dosh një dhon, një lejtarit huj. Se e kanë logarit. Dhe tani edhe brota, ata që ju bjen haloma. Haloma shumë. 90.000 euro e konë jashta rrugës me pagu për një lejtarit. Tash, 360.000 euro I karo për 4 vjetë kontrat. Edhe dalë ke përshamë një lejtar pi Kosovës, një lejtar anonim, mi kushtu një klubit belg për 4 vjetë 2 milion euro. Që është prosta e përbalushme. E pa përbalushme, që me marë një portjer të gachëm, dikon e kuptam. Sigurisht. Edhe, nejse nuk u bo mërzita shumë. Edhe, masi dëllën për zyre, sa I menaxherën tha mos u mërzita, se e kemë tha një klub tjetër që nga ka honë, qëfë se nuk bohon, shkojmë aty në Baslan Bevera. Në Beveren. Shkaj edhe aty një javë në prova. Perfekt çdo sen. Po, ata bankrot. Po më thë treneri portier, na dojna më të morë, je super kualitet, po problemi o që klubi është bankrot. Se ata janë konë 5 pozitat e fundit që I kemë kushtet financiare shumë keq. Edhe për neve, unë jam çudit që klubi të ka ofru në prova edhe me desh më të marrë kur kushtet financiare na I kena këtë vetë shumë keq. Edhe dështojmë tashun I hupa gati 1 muj në Belgjik. Edhe afati kalimtaro Afrike shumë erë një ofertë në Estoni me lujtë në Europa League. Se portieri parë është lëndu, tash është e unë e shanë treg I lirë, edhe okej, pi Belgjikës këthejna në Kosovë me shku helas me marrë vizë. Për Estoni. Nejse, shku në Turki, njëherë në Kosovë I hupa një javë këtu,
jo ka ambasadë, jo s'ka. Ambasada italiane m'lanje në java 2 me prit, tana në fund java na japën veç viza turistike jo të punës. Ta ka rreziku tani edhe ty transfere. Po, transfere. Ata i dhashin zërë me çdo kusht me marr për Europa League. Se e kishin portierin e parë të ndu. I hupa në një 2 javë këtu, u desh me shku në Turki, 10 flutërime i kom ndru për me lujt lojën në Europa League në Bosnjë. 10 flutërime i kom bo mrena 1 javë, kur jam shku në Bosnjë, nuk kom lanë veç mu me ufu. Se thanë se njohi pasaportën e Kosovë. Tëna i maltretim, edhe në fund, mas 10 flutërime që i bona për 5 ditë që shtu 6, shka në Turki, shka në Stamboll, në Ankara, këthe në Stamboll, shka në Poloni, shka në Estoni, këthe në Poloni, shka në Stamboll, shka në Bosnjë, kur shkoa, leje që së më lanë me hi, po, a dy qëfar trajtimi të keq. Më lanë me nëse kontinjera me polici të më qënën të më shelën nëse kontinjera me fjetë aty para me nda. Derit nesrit më njës, mi morët me pasaportën. Ti do me thonë lojen as prej stadioni se ki këqyre? Jo, mëre mu së më lanë hejtë në aeroport të më shelën. U më shelën në aeroport, shkoki që se njëfshin pasaportën e Kosovës, edhe në më rritë të më vodë, fshëtërim nuk ish kemë më këty direkta, vesh nesër më njës, u më lanë me një farë kontinjeri që aty me fjetë, mi morën kretë sanat të mundshme, shqip person me rrezikshmëri. Klubi nuk mujti me intervenu, do me thonë. Terën ambasadën. I njëjtë i ka ndodhur klubeve shqiptare tash kur po shkojnë në për vende që nuk e njohin pasaportën e Kosovës dhe lojtarët pinore. Jo tash zakonisht lojtarë që e dinë që nuk kanë drejt hyrje, nuk i marrin hiç, nuk i ftojnë. Po edhe si vjet ndodhi me zdicë në klub shqiptar. Ka ndodhur me dikën, ka ndodhur si vjet ka ndodhur. Edhe si vjet ke rast që ka ndodhur frek. Edhe ndodhin këto sene, bile në atë kohë kon hala ma keq situata. Shumë keq u kon. Bile ta djali presidentit mas u kthym në Estoni. So nuk kthejve atë nesër të më kthyn për Estoni. Kur jam të as me lojtarët afrikanë ç'to s'na kanë ndodhur. Do të thonë hala ma keq që kena pas gjendje. Hala ma keq, do. As vizë. Me marr një vizë çka keni një ditë. Edhe me ato me gjet njerëz, njëfshëm me 100 punë tjera për me marr një vizë. Po, të punës, e kupton. E leje për sana tjera. Shumë vështirë, po. A më në shvetim e na shpjegu pak dallimin mes futbollit në Estoni edhe në Kosovë, me qenë se tash ti ke pas përvojë paraprakisht me klubin Kosovë edhe ke kaluar atje në Estoni, cili u ka ai dallimi, po flasim për atë kohë. Dallimi është më shumë konti infrastruktura. Po. Tash momentin që janë infrastruktura është e mirë, edhe futbolli ku më kanë kualitet. Po. Në atë kohë asë një stadion në Kosovë si ka plecu kriterat. Asë një. Veç që kjo kom pjesa e dalimit, edhe pregaditja fizike. Asë fadel vokrës u konë gjithë duhet. Jo, asë fadel vokrës u konë. Dhe me thonë kushtet e punës që në konë shumë pira. Shumë pira. Kusha, servitore, stadiumi mirë. Shumë kushtet e mire i kam pas. Tash me krahasu Estoni me në shtet tjetër o diferencë e male, po bëjmë krahasimin Kosovë me Estoni në atë kohë, po. Dallimin në cilësi dhe më thonë nuk u konë komunitë. Nuk u konë, jo. Nuk u konë komunitë. Okej, pas në Estoni ki shëndru 1 vjet. 1 vjet, po. Po, 1 vjet. Vjen transferimi me një tjetër shtet. Ukrainë. Një tjetër shtet që se një pasaportë nuk e sëva. Në Ukrainë të Olimpik Donetsk. Qysh ndodhi këtë transferim, se mos të harroj me cek, në Estoni ki pas paraqitje shumë të mira. Për kundër që na si popull që jem këto jemi të prirur mi ullë se cilën shtetë, fojna Estonia, Luksemburgu, apo dhe i kem do farë, mendojna që jena Brazili na për futbol, ose Premier League e kem këto. Po është spaku në atë kohë ka një nivel më i lartë se Kosova. Shkon në Ukrainë me një kampionat ku kon jashtëzakonisht i fortë, sidomos shumë i fortë deri para luftës. Po, edhe të një ekip shumë interesante, Olimpik Donetsk, rival të Shakhtarit. Qysh e kujton kohën në Ukrainë? Kur na erdhën ofertat, fillim ishmi me Boshën, jemi kanë në Estoni, bashkë të luajt. Po. Edhe na thot menaxheri thot, ju kanë ardhur ofertë për Ukrainës. Edhe ty dhe Po, dyve na kanë ardhur ofertat. Okej. Edhe asja kishme idejen ku është, as shka bëllat, si. Ala s'ka pas të vënë. Mos është rrezik me shku, atë mas jem të lujtë e sana.
po qatë shumë ftoft u konë, që aty ku i na konë, na se im konë në kufe me Rusi, në qatë qytete. Unë i theshe, o bosh, kesh ka ke, bile na shtaftof si këtu soshe. Po shkoj. Ti i kmiftof, Po ti këta, si ak shmitejnë kur shkojnë. Edhe, sa e krytëm sezonën në Estoni, i tham, menaxherit unë, po, pe pranojmë ofertën, na pagujtën dëve. Një shumë ja kanë dhonë klubit edhe për mua dhe për Boshën, na u këthym në Kosovë, a i Boshë u këthym në Shqipëri, as ka një asë në Romenajt. U desh me shumë pregaditje, ishke di me shumë pregaditje në Turki, po, se ishke ekipa ati. Që shrinë ata ka 2 muja atje. Ka 6 javë, 7 javë pregaditje në Turki. Edhe, shkum basi dish me kujnë ato shku basi, që ka vota. Veç e në basi në fleskuret e këshu tabelin, e në nalta poshtë. Po kur shku me pom që klubi është. Klubi super profesionist, a? Po, pregaditja fizike, jashtë normalës. Dhe me thonë, kur ja fillu më stërvitjes, javën e parë, qatë shumë pilodhjes, as nuk mu ishme me fjetë, veç me injekcione rrishme me bashkë, s'mu ishme heqë, kena mu shumë nivelli nalë, 3 herë ditë pregaditje. Dhe të herë ma i nalë se në Estonia? Nata me ditë diferencë, nata me ditë. Ana me nëshme që i natë pregaditje fizikisht. Guri jem. Tash mund ndërlidh pa këto, a ka ndiku në ashta dhe fakti që trajner në atë ku u kanë ishtë lojtari i njërë brazilian Julio Cesar që ka pas një karrierë kalu për Realin, për Milanën. Në atë ku Real, Milan, Olympiakos. Në atë ku u konë Slava Shevchuk, legenda e Ukrajinës edhe e Shakhtar Donetskit, pa e u konë trajner. Ta ka zë historien me këto, ta shkojmë në Turki më pregaditje, njoftohemi me krejt, ta shkojmë shkaj posha ma të vjetër, edhe me trajnerë ka që dalojnë për litarë, me leshë që janë trajnerë. Në shë këto, Slava Shevchuki fizikisht, ma i pregadit se kretë litarë, kretë trupin më shkoj. Na qatë që më rretëm mes ditë kishëm loj, mitësore. Para ditë ata ushtrime mes ditë loj, po na më rretëm ka ora 10 e mëngjese, që shtus nuk majtëm stërvitje, po mes ditë më parashit loj. Edhe kena pas me një ekip bulgar lojnë mitësore. Edhe ju lëshëm zotit që shumë u lëdhëm rrugës me bashkë një shalës në ashte me lujtë që e nga dek. Edhe lojnë mitësore në pjesë 2-2. Po se dishëm kush është trajnere. Se rrishin, që kanë në Turki që rrinë tribuna. Tribuna rrishin. Luis Enrique që e praktikon tash. Rrishin tribuna, se dishëm kush është trajnere. Kujtë ju thonë, amon ma. Kina unë e super paraqitje. Ju falendrejsh zotit ka sel që atë e di që zis kam të së mojë që se shumë rrugë banë, të natën në lëtumë. Edhe mas ju kry loja për mvjaj për më përshaf. Tha bravo, shumë mirë ki lujt. Edhe më pitha te pse s'lujt e te? Tina, aj trajnere. Edhe po na foka em që aj se di ki anglisht e hetë. Edhe ndim se vetë që ka pithu atin, se nuk po të kuptan. Edhe i thash jo, thash nuk i thash ku zho, po thash 2 herë fase nuk pas ka një as ndim si sa ja kish për këthi. Jo e thiri kë, se unë nuk e disha që se di anglishtën, se di që nuk e di kjo anglishtën. Edhe e thirë kë ndim se nga gjumë e vetë, prosesht e thirë dhe për këthem. Edhe ta kjo më thot ki po super paraqitja nena kënena, edhe unë okej, falenderit, ma se i që trajneri, ma trajneri poshta, thot po, ma thash okej vetë me vejtë. Puna e Julio Cesarit te një lojtar e përmend një bardë një lojtar pa e gjej madh me karrierë shumë madhe, ka luajtur mbrojtësi majt në Real, Milan, Olympiakos, Bolton, Benfica, një alamet karriere. A unë si trajner? Si trajner, më qafë morë me lendime. Vesh grilla bëjke. E na mësu me trajnerat e Ukrajinës, pregaditje fizike, ekstrem shumë. Të më thonë që do fazë pregaditore, ku shkojshëm 6 javë, 7 javë, 2 dhe 3 herë në ditë pregaditje. I lushëm ka 2 lojë mitësore, një mas një para mendo. Qa se bojnë ata? Që shkojshëm në fazë pregaditore, 30 letar, 32 letar me veti. Të më thonë e lushëm... Kretë knas me paraqitje. Si me lunë me dritën, del drita, lujna me Gjilanen. Pe shëndrëshin ekipë, me Prishtinën patëm lujtë.
Pa të mbrit me një ekip bulgar, dullen ata hena në Prishtina. A ka treta, si më valla. Veç prete për tjallë, si të nërë. Edhe, kur erë ky Julio Cezar, ketë kontra. Ketë kontra, do më thonë 100% kontra. 2 ditë stërvitje, 1 ditë grem, pregaditje. Po mësu, nga kur është tu. 2 ditë stërvitje, Brazilian, mara grell keshke. Po, ja kena me qilit, një nëzër fundi. Loj micore, ta pëshna ishmi të freskt. Loj micore, 10 fiturena. Po i shkelem ekipet ke. I shkelem, na të frest, ata të lot ke. Edhe e këshim pas bo një faqe në Ukrajinë. E këshim pas postu këtë ekipet e Ukrajinës që kanë lutë loj micore, na benqëm vend pare. Ta frekshë. Kampion. Nisëm kampionate. 5 lojtë e para, një barazim 4 humbja, 5 humbja. Wallam. E shkar hum direkt. Apo tana për bia po mshirën masani shok i lëndime. U lëndova one, u lëndum 4-5 tetar. A e kupton? Puna fazës përgatitore. 2 ditë stërvitje, 1 ditë gra. Tash atje pak ka për cilat edhe fati, për shkak se na përmenëm Julio Cezarin, po në atë ku që kemi po u konë dim trajner edhe Yaya Touré, një legjend që dihet. Një legjend e Cityt e Barcelonës, një flet ke se me thonë drejtën a u konë me Julio Cezarin kjo? Jo. Se mendum që shkoku ndim trajner, mos u konë ndim trajner i tij. Jo, konë me një spanjall ndo ato. Se e ki posa një atë Bilbaos një trener. U konë i qëdeshëm këj presidenti jo. Kur godet ke në merkato, shumë i qëdeshëm u konë si te. Edhe ja nesën mediat në Ukrajinë me shkru për Yaya Touré, po vje dim trener. Po e pa besu shmë u konë dhe sa e po me sytu. A e prekshi, a e original. Dhe më thonë, është bi ketë letare me emna që i kom taku e që i kom lujtë këndër ty në vjaja si Yaya Touré, nuk më kam pasyt. Qatë që i thjesht, dhe më thonë, ajo konë i privilegjum në klubin tonë me kushte, se na ulltojshëm për shembol me teren, ka në nërë me një qytet tjetër me lujtë, Yaya e ka pas avionin privat, me ulltu, kur nuk ka shku, vesh me neve. Na nërë me teren, na në mejtë, kur shku ishëm në Mariupol me lujtë, i bëjshëm ka 7 motor rrugë. Po jo nejse ato trenat e konë bje me dhoma gjumi, po pa marrë parasysh 7 motor janë shumë. Yaya Touré kur su dopja ekipës, gjithë me neve, me që kina shku na, edhe aj me neve. Po edhe kështu e ka pas filozofinë e lojës se këtu i ka pas tjetën e vetë. Po normal për sa ka punu me alame trajnera. Mu konë një lejtar i nivellit Yaya Tourés që ka lujtë në kotarë Barcelonës e në City, edhe mu konë qaq djali mire i sjellshëm e i thjesht, se kësha imaginu ko. Dhe më dhonë për toke? Kur njët nuk më takua si persone. Kur njët. Arrogant as pak? Hiq. Më kujtot një loj me Aleksandriën. Sa e kem lujt me qëtë ekipin Musafir, unë jam konë lejtari ndeshës me ta. Shumë më ka hecë në qatë stadion. Dhe më thonë ku më bo pritje që janë jashtë normalës. Në qatë stadion më ka deshë kështu. Edhe, kur kërë Yaya, kishëm loj ati. U zgjidha formacion të javës, po super paraqitje po ta. Edhe të një javën të në më glëtëke. Që ty yll të kena, yll. Edhe të në ku master video u shtyshëm penalti. Me Yaya Touré, me Baste, me Sene, a mo kone jatashëm slit. Do me thonë edhe penala i kemë mbrojtë sigurt. Po. Edhe, e përmen e kohën në Ukrajinë me Yaya Touré me kampionat, u konë një periudhë shumë e orte jotja atje. Po, i sërë interesant e di që për një loj, keni marrë në si premion më të shmendur najherë. Keni marrë 10.000 euro për një barazim. Ndeshje kunder Dinamo Kijevës, e premio, ju në konë që janë legjitime premion. Po, normal. Prej Shakhtar Donetskit. Në atë lojit, e nalë një barazim Dinamo Kijevin, të shpallë shtretari ndeshjes. Edhe 10.000 euro në konto, a ndorë. Ja, cash, mire kam posë që janë komporët cash këtë. Po, cash. Mos me prit mesazhin. Për shumë, kur i ke presidenteve shtu i ke për shumë, ka 5.000 euro, ka 10.000 euro, i keni për kuk lehtarë dhe parët janë konë tavolinë. S'kam posë nesër aty. Parët në tavolinë ka nejnë gjështore. I ka nërujt njerës të tina, u kry loja, i ki fitu veç, ki shku i ke martuat, shumë në tonë. Dhe sot ndo këtë qashtu e kanë ta haljo. Qashtu e kanë si le tradite, stili ty në vë që kja e këpëtën. Konë loja me lufteke Dinamo me Shakhtarin për titull. Si gjitha, do për gjithbike. Edhe ishin kush. Edhe
Lushë me Dinamo në stadium Dinamos. U konë shumë probleme në 0 pikë aty, e kuptan. Edhe vje presidenti para lojës futët mrana. Thas me veti kish pas. Ka 15.000 euro për kokë lejtari, $15.000 për kokë lejtari nëse fitani, i kini pi Shaktarit, 10.000 për barazem. 10.000 për barazem. U pas kanë Demeri Meri, që i ka lujtë... Ishe reprezentuesi i Shqipnisë. Po, që ka lujtë tashere në fundit e Rabotničke. Po. Pator qatë sezon. Edhe luja pare ti nga 2 ke, kur dole, po, se zërë. Edhe, kur e po këthejet kanë ta seriozisht e kohë, tash, va blëk që të pare në pikafëm, tash ti. Tash ti bënë një përpara, se mojnë 0 mrofa. Edhe, e fillojmë të ishe, shumë presion bën Dinamo si i ka pas këto cika nga që po lumë. Në Gjiron. Në Gjiron, po kanë si Arjan Robeni. Veç mos, nëse s'ka pas hapsirë heqa, e kopten, se të majtën e ka pas. Të dy klubet ju ngojnë atë kohë. Edhe shumë u konë kjo Jarmolenko. Andri Jarmolenko, së nusi, po. Po, se ki. Konopljanka, sigur. Konopljanka, Konopljanka u konë i Shaktarit. Po ka pas lejtar Dinamo krejt emna i ka pas. Krejt emna të dy klubet. Edhe nëse mirë u majtën pjesën e parë, pizja shmetës dashme heq, po mirë, 0-0, u kry pjesa parë. Si fillan pjesa 2, një këndërsull mirë një pari, 0-1 për neve. Po. Pes me janë me Edhe, po ta shtreferat ati janë pak qëdishëm, edhe në Estoni në kone dhe nuk rejt. Minjerë mas gullit, kontakti parë. Ja zonës, direkt ka kartën të këqë. Edhe pësi kish ka i kapitini unë, një 5-6, ta kish ke më ra pa neve, se na keq aty isho. Direkt ja la kartën të këqë. Edhe ka bej 75 të lejtu majtë, na i boni kë, cika nga një super gol na i boni. 1-1, edhe vazhdu më lojën që ashtu të umbroj. 10 minuta dhe fundit si një sena. Plus me një lejtar ma pak. Plus me një lejtar ma pak, shumë presioni malë. Marë i loja 1-1. Ta shas si që mu gëzu t'i ku me ditë sa shumë se 1-1 edhe njëve nga 100 pikë. Po edhe mu jetë jo se e di që si që ka mrena $10.000 më të presin. U kam di shka që sarot kër. Ta shpo di si që atë kohë ke pas një periud të artë në karierën tane, po qysh ardhë koha që klubi tani në fund ushu? Financiarisht a ka pas shumë probleme masanej me një periud a qysh? Qysh ardhë diri të presidenti këj moment? I Olimpik Donetsk shumë i pasur u konë ajo. Se zakonisht në Ukrajin kretë presidentat janë miliardera, që i mojnë klubët, edhe investojnë shumë futbol. Po ndodhi problemi me Shaktarin. Tash na i na konë rival me Shaktarin, lujshëm në stadium tonë, në Kiev. Stadiumi u konë i Dinamo Kievit, për na i lujshëm vendas lojt aty. Edhe kem loja këtë të u zhvillu 0-0, shumë u konë ftoft. Edhe nuk mu i ke Shaktari me bo lojën e vetë, se fusha ishke shumë ngrime. Ngrime, po. Ata ju mësu gjysa brazilian edhe bo futbol të bukur. Nese, na i bojnë një gol, ka fumi pjesë e spor, 0-1 për këta, po loja shkike e njët, barat shkike. U bo një kurne për neve, parë në pikë kurnerit na bojmë gol me kry, e këshyre ferë një 15 minutë varin, edhe e nolë pësaj. U të shmenë presidenti unë të krejtë, u të shmenë krejtë, se ta na këshëm na bërë në Dinamo. Edhe na janë lumë gollë. Edhe kur të kryët, ndeshja i zbrit për tribunës vep nalë, edhe u konë trajneri unë të folë për media. Edhe hen kryët, besh është e kryët, mërëna, edhe folë shumë keqë për federate, i kërcnan krejtë. Bos shumë halakoma të. Edhe mas ju kryloja, ja të reje nisi videon të njështë e vetë, të aty në varë që janë në jumë varë ati, që i qojnë të dvarit për këta që... Po, të referat me këshyra është gëmë. Të referat ma të naltit i qaj në Qa ka pas kontakte. A u konë për ma anullua jo. Edhe ata i thënë jo, mërë se s'ka të bëj këj me opsajt e kuptan. Edhe ma u dhez atë, kur dëllë mas 2 ditë e vendimi, 10 vjetë dhe në presidentin, se ka folë media që ashtu keq, edhe klubin se disa kilometra largë mi Gjillon deshet. Edhe kë e mojti dhe në fund sezonës, edhe janë eske më përflit që pjesa e luftës, e kuptan, që po kris. Ane klubi o konë
Po. Prej një krahine me thonë, ose prej një vendi ku sa dëshuar që është pjesa më e prekur prej luftës. Po. Vetëm ki qëndru 2 vjet në Ukrainë, po? 3 vjet. 3 vjet, po. Parat e përmenëm se vesh prej një ndeshje ki marrë $10,000. Sa ki po hajrin Ukrainës në aspektin financiar? Kësha me thonë drejten, se i përket aspektit financiar, kur s'kom lytë futboll për aspekt financiar. E dio në këtë pjesë. Kur nuk, kur si kom qitë në rënd parët. Se e kom desh, si loj, ma ka desh shpirti që të profesion, e kuptan. Do më thonë, kur unë nuk jam ullë me full me dikon, edhe takimin e parë me diskutu për parë. Gjithmonë parët janë konë të fundit. Edhe hajrën ja kom pas se cilet klub që kom lujta, e kuptan. Jam nashta pitë pak dhe lejtarve që ato që e marë, kom qef me launa, e kuptan. Nuk du me më pagu dikush kush se meritaj. Kur nuk jep... Kur nuk jep, diçka më bje kesh me morë parë. E kuptueshme. Masoj periudës në Ukrainë, tash e ke pas një karriera atje ku po dije që ke shkëlqyer e krejt, je këtu në Kosovë. A mundesh më na kallëzu pak për këtë masi ndodhi kjo në Ukrainë, ndodhi shumë pak para se me a fillu sezona tjetër, e kupton, se su di kjo pelen, s'pelen. Dyshim u këndoj në fund. Edhe pak dita fatit kalimtar dhe sa ma e vendosi që aty unë nuk e vazhdoj, i shiti me ato qendra servitori, a shiti një klubi tjetër, gjitha sen që e pa dvetën, i shiti komplet. Edhe tashmo nuk kisha mundësi me shku tjetër këna, e kuptan, se mu konë sulmus, okej, edhe pse një kepi 4 sulmus, e ullë pak qmimin te si lejtar, edhe e bënd 4, dhe na e kuptan. Po si për tjerë, a fatin e fundit kalimtar 2-3 dit, 4 dit, është ekstrem shumë me gjithë, shumë problema. Edhe ndodhi se tash nuk theva në Kosovë, në më patirë pjesë në Kërqeli, drejtar sportiv në dritë, në Prishtinë. Unë e kom pas në dritë ato. Thot, veç mu taku me Ramon Haradinja, presidentin e Prishtinë. Unë sa i rapi Ukrajina, sa shofis nuk taku në tash se jo ma o të vla, kupten, nuk jam të ditë ka me jamoj tashti. Se i erë qatë shpejt, a unë e kisha oferta sa isha në Ukrajinë, nuk më qaj klubi, tash ma si ty janë njës kampionate, po më shelet, a i kuptan, pe shumë klubin, a s'kisha ku me shku tjetë. Edhe, ja, vesh ki mu taku, për hatër te me dalë, mu taku, okej, dole. Është e rasi për të lëken tavolinë, ma së përqeshit e. Ma, se e bolitari ma i pagu në Kosovë, dhe në bashkëni. Edhe, nejse, erdha në Prishtinë, po, s'qati që i kom dalë në fush, i kom rapi shman. Qati që i kom dalë në fush. Me ne ara? Jo, për klub, se për klubit e kom pëlqy Prishtinën si fëmijë, e kuptan. Po me kushtet që janë, me kushtet që i posh, të me thonë 0 avancem. Okej, për pjesë pagesë aftu, ketë në regulla dhe ekipën e kishëm top me Prishtinën. Të me thonë titullin, ashtë të konë, sa një ma i vogull që do shmë diskutu. Se koni pa diskutu shumë që i kishëm marë. Super ekip kina pas. Po, infrastruktura, kushtet të qendra servitora ti më bërnit, shambret të këshia, ekstrem. Nuk mu ishe një stërvitje me botë që shdo. Tana dhe, ta më një anesëm kampionatit, e këshëm ekipën shumë mirë. Fillun ato problemat financiare me Prishtinën. Edhe u presh, ma gjithë sen. Nëse më ka metë marak me fitu një trofej e Prishtinën. Në Kosovë, me Prishtinën, se e kena pas ekipën dhe më pat metë shumë marak. Edhe sot dhe asaj dite, ko mas argimi tonë, një vjetë mas argimi tonë, veç u arë trofejo tani, ja? Ja, sorën. Kur jam shku në ata veç u patën shpall kampion. Aha. Ata u patën shpall, po. Te kampionin fuqi, po. Te kampionin fuqi. Edhe nuk mëjtë me arrit, edhe pse e patëm ekipën shumë mirë, për patë shumë probleme financiare. Edhe ta në ta ka dhe historien tjetër, mas si e krytëm sezonin e parë. Gjitha sa në shkej ke kesë të Prishtina. Ta shumë e kisha problema dhe me morë vetën, e kuptën. Se isha në atë farë, që me thonë, në atë farë depresionin dëmë të branqëm, që së më knashke ku gjëra, e kuptën. Pas nuk më interesaj shenë parë, se për një herë i ro, këtë kontra më rotlu. E kisha problem mu ambientu edhe në kampionat. Te ke menu atë ku karjerën tonë e jashtë, tani për njerë po të bjenë mu këtë në Kosovë? E kisha problem mu ambientu, se shumë diferencë e mollë, ta shtisha qysh ka mundësi që farë kampionatin në Ukrajinë, edhe one po kam probleme në Prishtinë, për shambull, në përloj sene se
as nuk I dishe lejtar, e kishke problemi analizu këndështar, që as se dishe me ka me lujt dritë, as qysh lumë, për shembull Romakja, Betimi, qysh I ka, për shembull në Ukrainë e kam pas një lojë, si të mos trajnera spanjall, kur e kanë analizu një lojë, me çdo detaj. Përveç që I ki pas një 4 analiza 5 mërana javës për një ekip, I ki pas edhe me trajnerën e portierave që I ki analizu 3 sulmues që janë startus, plus ata që janë bank, plus mes fushor, ja ki analizu një 5 lojtarëve që I godasin penaltit, e cilat I kanë karakteristikat ma të veçanta. Ku erdha këtu studike ku shpikujna po të vjash apo po. E kisha shumë problem. Pas Prishtinës te Kuksi Safe Gjicit, legenda shqiptare. Edhe te Kuksi ka ndodhe që desme që jam shku, se unë kur nëse më bankrotoj Prishtina, që atë ku pas shumë probleme financiare, kisha ofertë në Zorja Luganska në Ukrainë. Kisha super ofertë kisha. Edhe I thash ty në Prishtinës që për Kosovë dhe për Shqipëni e Maqedoni, unë s'largura për Prishtinës, që kalova mirë Prishtinë, pas probleme financiare, sigurisht tjera po kalova shumë mirë, edhe mërë super ofertë. Edhe thash, du me ikë, se du me ikë për Ukrainë, prapë më këthyja, e kupta. Nejse, e bona marrëveshjen me Prishtinën, mu larku, edhe ndodhen disa probleme për në Ukrainë me bona para kontratën të piktuit, ketë kur unë isa me shku, s'ka vizë, asëm shumë vizë, 100 probleme tjera, atje luft, as nuk isha vizë me shku në Polonije, më fut, meta, të më prit ekipi aty në meta në Pozharan. Edhe dështoj transferi, meta pa klub, lendohet Angelo Tafas në Kuks, u morën djali Safetit u Ronaldo, në telefon me disa menagjera, u merën vesh shkova, se ako nëse dhe që me ku shkova në Kuks, se u merën vesh për pagesa piktuit. Tha, tash, qatë kontrat që e falem kur shkova, super post që ndosana, tash, si Shqipëri. Unë tash nuk e kam problema, e kuptën, këtë pjesë. Edhe më madhom tash edhe 10 fishin se në shkryja, e kuptën. Veç që shku marë në Tiran, krejna, se kam fort problem. Pa klub jam, po sa që jam shumë I varur për futbollit. Tha shumë po këthejna. Sa fejti, s'ka shansë më këthyja, ja, thash, sa të këthejna, kur ta vëveni kontratën ta ma qyshtë, se në Shqipënia e kanë shumica klubës që paguin veç 10 muj. E që aty e shka ajo farë diferenca, se në Kosovë, në këtë shtetet paguin 12, në Shqipëni shumica e kanë që paguin... Veç një klub në Kosovës është me 10 muj. Që paguin 10 muj. Edhe, të më kishta në piktuit kur unisa, okej. Po kur shkova atje, më tha, edhe u këthejva për Prishtinë. Prap, ta në mas 2-3 ditë e kom në shru kontrata veç për 6 muj. Veç për 6 muj. U ko një periudhë mirë me Kuksin për ty, me gjelbrimin, Shqiprimin, Agim Ibrahimin. Konë super periudhë, se edhe kom bo shoshnie, dhe kom pas paraqitjet mira, mas Kuksit pata shumë oferta. Shumë oferta pata edhe në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe Maqedoni, shumë oferta. Pa apet menën e kisha qysh më këthy për Ukrainë, problem për pjesë të viza, sana shumë problem. E që shekujtan, mas Kuksit për përmend, ki pas shumë oferta, po erdhe dhe I besove Gjilanit, një klub, si met në zero, atë ku, ju largun këtë lojtarët, met vesh me junior. Qysh I besove ti fillimisht si një emën I madh, po jo më thuisa, po emën I madh për dallim me lojtarët që unë konë atë, se pi ekipit parë pa të mirë veç Redon Ismaili, Olgja Milalli, Edison Qiko dhe Aridon Plaza. Dhe më thonë veç 4 lojtarë. Edhe këta është një zjedhe që shumë pa futbolist e bojnë, me shku me një klub. Dhe më thonë, I pari lojtarë që shkon edhe I beson klubit. Që shu binde, kush binde. Unë e kom lujt në dritë, po gjithë kom pas super raporte me të Gjilanit. Dhe më thonë, nuk ka pas merkato, edhe sa jam konë në Prishtinë, sa jam konë në Kukse, sa jam konë në Ukrajinë, në Estoni, nuk ka pas hapjet merkato, që Gjilani s'm ka marrë në telefon. A je me ortena. E gjithë kanë vujtë për portje. Dhe isha të shku në fitness në Gjilan, se isha në pushim, unë mas Kuksit isha në pushim, isha të shku në fitness në Gjilan, marrin të në telefon. Mu taku. Tash, okej, se unë me krejt takuna, e kuptan, se kam qef mi respektu, se për deri sa te po më thirë mu, jetu më respektu. Tash arrim, marveshja jo, respektin ekipi onës tem. I thash unë, jem të shku në fitness, kur ta kry, se ka ona profesionale e punës, jam shumë profesioniste,
Thash, kur ta kryj fitnessin, taku, jo, është urgjent. Thash, anë dhe se, s'kam një 2 orë, po unë edhe taku. Duhet më taku urgjentisht. Kisha shumë oferta. Veç isha të menu ku me shku. Ven Gjilan se menua vetëm se Tu e di që shka në për nërë, s'me thas në lejtar, shumë rëzik me morat përgjësi. Edhe, okej, hajde me thash se po takume. U takum të Pujana, po. Edhe, erdhën këta, ta ne kanë marrë për nërë të ri, kështu, patlum me qendrimin edhe është ai një president tjetër, u kanë pak më i vjetër. Po, një Zvicër jetën ai, një arkitekt. Edhe, ne kanë marrë, dojnë me rindërtu ekipën. Driloni këtë fjalla. Driloni, Edhe, e kanë marrë ekipën, kanë plane të mira, kanë budget, po këtë problemi që s'kanë lejtarë, edhe s'pona edhe në fundi edhe një java 2 janë si kampionatit. S'pona vje kërkush se s'po besan, se edhe Merkatën e kanë pas blokun. Edhe tash për hatër tem, u konë Salaj, u konë Gagica, u konë Drilonis, edhe pajtimi e konë Tavelin. I thash Drilonit, pa veç kalzëm, tash shakët pronore, ma kalzë i Fatlumin. Fatlumin më do këtë ma pas kalzë. Po kështë në fatë u do këtë amon që i ka hije si më konë president. Thash, hade më nani mu, tash. Drilonit, po mos u gudme të talojnë bile mas nëj dite. Ja, po na vy nëmër, ashtu kështu. Thash, më keni ngushtu shumë adhe. Edhe kur i kam pas punë mas mirë, dhe me thonë, nuk jam shku. Në Gjilan. Edhe thash, okej. Po për kontrat, për afro, për kështu, thash, adin që klubi s'do me investu me fillim shumë, a i kuptan se objektivat ishe veç me met në ligë, kur gjoma shumë. Po se iske që e ko që bile u pashtu në ndeshja e parë. Po, u pashtu se s'ka pas as ndeshja e parë, edhe kunder Prishtinës kanë lujt me junior, tani mas të java, që shke. E mora qatë rëzik, që une mas takime që hua në fitan, s'mu isha me besu. Në vetë ka i trenera, nuk jeve di shkan disponim, ma di hitë si në qef hua, tash. Zia ka me mujtë mi dalë kryje. Le që shkova vetë, e bona me ta që aty për që aty marveshin, ja vdash dorën, ta shu kry, as nuk kom diskutu për rogas, ku zho vesh minimu tash Gjilanet, as për du rogas, kejt i kini, mas i po vi, qeku i kini letrën e barë, sa dush në shumë, edhe të betë unë në zëtë, i ki dëshmitar Drilonin, pëte, deri sa më ka dalë, deri sa o bu një mujtë, më ka dalë rogas se kam ditë sa e kam. Allah i le. Sa zotën s'kjera. Tash, sa të kushton zemra. Masi koka, i kisha oferta me ka 70.000 euro i ka po Driloni vetë. Me ka 70.000 euro, 80.000 euro më vetë kisha oferta, ja vlash fletën e barë këty në, tash qeko i keni... Më fund 2 herë më baka. Bëni qatë, dëni, tash, jo pi ligë nuk bëni, e ko marrë që të përgjësi, je që më shku vetë, po i ko marrë në 7 Tani ki lujtë edhe drejtorin sportiv. Po, drejtor sportiv, një 7-8 lejtar. Njëni prej gjyne Edi Basha. Edi Basha, vetë e ko marrë në telefon, shumë ka pas satër në Basha. E marrë në telefon, i shkon lapi të e prit Basha. Lapi ka pas me marrë, i shkon të e prit lapi Basha, vetë e ko marrë në telefon, tash, Basha tash unë jem shku në Gjilan, tash, te, pesh për ta prej bilete nësa. Po, kom full me lapin, thash, te vjetë e one. Ta u kry bablak, që shtu e ka pas, u kry bablak. Edhe kësë besëshin asjonin të volit, që po vjej di Basha, se patë super sezon kës. Po, plus kushtet. Ka shku Driloni me moj në aeroport. Sa zbrit Basha, oferta pi Kazakistanit 200.000 euro në vetë. Ju prejmë kom, Driloni. Edhe u merë në telefon, të vlatët, nuk ba Driloni të që jerë një ofertë. Tha veç e ka këshyrë ofertën. Ja kam dhënë fjallën bablokit që më interesant. Allah i. Ka orë në zyre, e ka në shkru kontratën, qa që pare sa ka pas i marrë veç u këty. Ka thonë, bablok nëse s'mi apin këta mjep të i Basha. E i të do fjallë që, mu vesh. Ta shte e që kur ta më në po, marën kjo po. S'ti apin, tha Gjilanit i apënë. Ta na Besirin, Demirin, shu kam e tjetër, kam harru, Shqiprimin të Aipin. Po drejtar sportiv atë. Po, edhe drejtar sportiv, se lejtar, me një farë mënyrë edhe i koni farë magneti për lejtarët me emën, atë për se... Ma kam pas hatrin shumë. Mo, dorën zema dhe Fatlumi u konë. Fatlumi, qëndrimi u konë edhe idealin Zvicër, që janë konë jo korrekt. Po, super korrekt, nuk ka, të me thonë, presidenta,
korrekt se ata. Më ta qitë rogën ty u të ka 3 ka loj me 22-23. Për korreksi, për korreksi, për profesionalizëm, jap dorë. Tjetër nivel, ja. Janë klub që duhet më mirë shembull në aspektin organizativ se tani fusha është nuk dihet kur që kanë munguar rezultatet. Po përderisa janë aspektin organizativ, janë klub shembull dhe nuk I hin hak as një lojtari, se shoh minasat në Super League, më shumë se gjysma e Super League-s janë me paga -2. Po. Kur jemi edhe në festa të fund vitit e në fillim të vitit e shohme që janë minus paga 2, ata duhet mu përgëzu, si ata si drita edhe si 2 ekipe dhe Prishtinës, dhe që këto 4 ekipe janë shkëlqyshme. Qatë korrekt që janë konë kërë jam konë në pëllëtasht janë super korrekt. Super korrekt. Sa të ka orë morë me morë rogën, e kuptan. Bile patë ndodhë një hera, e patë barazu fushkosova këto. Ka fundi, lojtë mirë me një letar na ma shumë, I shkele me loj krejt, tu fitu ishëm 1-0, se qysh na I bojnë një gëll, një, na I barazojnë, hina zhveshtore, u bona shumë në ras. Se I ma shumë parët me regull, gjdo sen ishkem perfekcion. Po nejse, ajo ndikoj ki që nas ishëm pa fos pregaditore, me letar që ashën, gjdo jo, varke ka një letar. Na tek, kur u kry sezona, ne nesëm, u kompletu si ekipa, e kupta. Po betar ke keq, unë që shumë keq që s'po mund është me mujtë kërkana, e kupta. Bele qatë loj me fuq Kosovën. Qatë që mu pata mërziti, pata dole api grupit tash drilone zvi ma burë se marra, e kupta. Marra o burë, e kupta. S'qyshim ju dalë për para presidenta të klubit, e kupta. Qa mi ju thonë kur t'vi nese. Edhe pse kur s'kam bo presion, zero presion. E ki ndija përgjësin. E ki një përgjësin morale. Se pa të në ardhën për zha me full, sa shu o drillen, që kam ju thonë, që mi u dojnë për para me full, fush Kosovën së ne mojtë. Se ata ishin kriz, të fundin tabel, me shumë mungesat para, na gjdo sen, parëm do, na ishme të para fundit, me 22-ën e marsh me rogën, se I pari lartë. Në fund, pak për Kosovën, për shkak se na e dim që e ke marrë ftesën disa herë edhe prej kombëtarës, edhe debutimin e ke bën Turqi kundër Gambis. Çu shkojtën atko? Me Kosovën e kam një histori interesant. Ka shku një herë ftesa e gjon, vjen ftesa e gjon, po ti vetë nuk prit as biletën me të nëzirë federata. Merë Bajrami në telefon, thëtë, ja këshin ndërku klubit ftesën. Po njerë merë Bajrami në telefon, thëtë që me shumë gjasa I ndistën e kombëtarës të Kosovës për këto ndeshje. I thash okej edhe, tash mas 2-3 dite, Bajrami ja këshin pas dërgu ftesën klubit. Po problemi ma I madhu ku në Ukrajinë që me anglisht kam pas shumë problem. Edhe unë kam pas shumë problem kur jam shku, po ata ekstrem shumë problem. Dhe ma gjithdo sen me Google Translate. Bajrami ja këshin pas njës ftesën aty, ata kanë hinë Google Translate, tash ku me ditë shef ka qita aty më gjë. Se jam konë në listën e gjanë. Tash, në listën e gjanë të së me bo publike ftesën. Edhe ata të ma këshin rejsh një foto temën me profil flamur të Kosovës. E ta këshin postu më po që edhe këtu gazetarë të Kosovës e kanë kopë direkt, po ata të Ukrajinës. Se ata të Ukrajinës e kanë kopë edhe si privilegj që një lojtar I kampionatit ty me po shkon kombëtare, po e dyta që ata se kanë jo Kosovën si shtetis, më nëshme. Edhe këta më fasë që klubit flamur I Kosovës. Flamur I Kosovës, I madhë, sa ketë fasja. S'ka shku 2 minutë, Bajrami, kënë telefon. Po para kështë e nëzirë vëzh biletën? Unë e biletën, biletën. Ata po blekon e agencionin telefon, prej ma thash biletën, munis direkt. Bajrami në telefon. Tuj në ta hikin, se e kam postu, nuk guzoj me postu sa ftesë e gjanë, thash. Pa blek ftesë e gjanë në ngusht. Për fat, të mirë temen, u patë, që më vjekesh normal, se u dëmë tu aro, disha, fon pa qef, disha, grepa nuk e disha pa do, apet nuk u bo veni, së më shkres bileta, hoq, as postime, as kur zhe e. Dhe më thonë, s'ka prit as federata financiare. Vetëm në Turki vjen debutimi, u kona I grumbullimi edhe ditor, që sot në kujtojtë sa u konë ju më kona atje, edhe debuton kundër Gambis. Jo në loje e mbron Visari tjetrën të ndeshja fitores. Po, të ndeshja fitores. I më kom këtë letar
tri që atë ko, të ekipa sport janë konë shumë pak, u konë Donati Rodhani, Po. Edhe 2-3 lejtarë më do këtë janë konë të ekipa sport, jem konë Donati, Mirlindi që grumbullojke. Edhe kisho me lujt me, unë e lujt alojnë e dytë me këtë Gambien, a? Po me Gambien. Edhe ty besu konë që i kena njofë si komtarës, si kom po kur të lujt e des, nuk i di që me konë të kam bëj. Kur henëm transfer market që mi e po ty një 3-4 lejtarë të frekshëm, e ka 15 milionë i këshin po të njëzë. Edhe një tromës u kam pas, Darbo, Brima, Brima, po. Edhe tash mos kishë ku me shku, e këpëtan, na ishëm për shambull veç një avë të grumbullun bashkë, sa që e njëfë shumë një tjetëre, na din që mi u bo ball aty në mi u hinë fushë, mësë me a pas derta, e këpëtan, u do i ke pak mu rujt. Po. Kur o foto ma mërana, tash, s'ki qa i ban, do me luftu. Jena ho. Po ja, kena pas super parasitje që andeshe, do më honë taktikisht kena lujt perfekcion. Shumë pak raste kanë mujt me na kriju. Arbor Gogja, pas Arbor Gogja, e pat bo atë gollën shumë të mirë, edhe një fitore shumë e madhe. Shumë e madhe. Do më thonë, qaj është... E kina bestu. Shumë e kina bestu. E tim, a është saj loja ma e rëndësishme në karrierën tonë dhe deri më tashtë? Me Kosovën, a? Po. Po, me Kosovën, në konë gjithmonë privilegj. Në konë një ndjenjë e pa përshkrushme me bord fanelën e Kosovës. është privilegj për çdo shqiptar, është privilegj me pas. Ku ka më nder se me përfaqësu vendin tënd, e kupton? Tash, sa jem kombëtare e fortë, sa jem e dobët, nuk çon pe pesha, jo, e kupton? Është sigurisht knaqësi më të madhe se marr me lut për vendin tënd. Se fundi je të kontribu për njerëz të tëve. Edhe më kom pjesë e me shku tjetër kënd, as kur nuk e kam imagjinu, se unë jam rrit këtu. Jam rrit me Ramis Krasniqin që e kom pas të unë anë meqat, me Rafet Prekazin të Unistenishat, me këtë trajnerat, për trajnerat së Kosovës jem dalja, e kuptan. Qysh më ka hije mu me shku me thonë vadas, Smedu Kosovën, nuk u i diskutua jo pun, hatrim kishmejt veç me më thonë dikush a do me lujti për Kosovën ajo. Se unë jem rrit në futbol të Kosovës, edhe gjithë mund, jem i gashëm adhe, mjaftan një telefonat edhe jem okej në atë pjesë. Vetëm për fund, jam një pikë spare që i ki këto fjallë për ekipin kombëtar, se nuk ka kur gjë ma qajtë, unë e mendoj ashtu për një futbollist, se me vesh fanelën në ekipit kombëtar, po për fund, po flasim për karrierën tonë që është halo larg fundit, edhe kam përcjell kogja shumë edhe lëndimet tronda me ligamente. Tash kur jemi të fol, sa po je rikthy nga një lëndim që t'ja majt jashtë fusha, po se një vjetë. Po, 12 muaj fiks. 12 muaj fiks, edhe je i gatshëm. Po ku kjo intervjis del në fillim të janar. Këtë muaj do me dhonë betimi me ekip 3. Kësë me të zotit. Veqin ato prit ashte. Veç të prit. Mu fa djali me qikë. Oferta ki? Oferta kom. Oferta ki, sigurisht se cila skuadër do me pas një lojtar me gjithë karrierë as të madhe. Shumë, kretë ekipet përveç që dojnë me pas një lojtar të mirë, dojnë me pas një djalë. Po. Që si shka këton probleme më rana. Sigurisht, ajo është primare për skuadrat. Dhe herën e dytë kur u lendova, do më homo për sëret lendimi. Po, i sa ke qenë pjesë e Suarekës, po. Se sa shkova pi Gjilanit, shkova në Suarek, edhe ma shumë arsyeja që u largova pi Gjilanit u konë, shkoki që veç do isha pak me ndru ambient, tek që u lendova në stadium Gjilanit, se shumë i keqa stadiumi. Shkojme në stadium, alo ma të keq. Edhe, pasja kësha ideja. Edhe, dhe isha të ndroj pak ambient, se shumë vujtje po ta kur u lendova herën e parë. Se pi njeri që quhet më nxeh, se i ka punë të veta, i angazhum të nditën me stërvitje, me fitnesa, me më thave thash, mu këthy me nejtë 6 javë ratë në shtrat pa livrit heq. Pa livrit, ajo shumë e rëndë. Që atëherë kom thonë që, o mërëzët i shala vetë që unë në ty kom. Burri 2 metra me nejtë shtrit. Burë futbol s'kom e lujtë, mo. Qatë shumë dhim që kom pas. Shumë dhim të herën e po. Nej se u këtheva, ja nisa mi harru këtana. Edhe vendosa me shmiu pashku projekte të Suarekës. Po as aty së në shtyte vetë sezonën e parë, mas 3 muaj e gjysë, shështë 3 muaj, se në u këtheva
Spedian në fillim tetorit, në fillim shtatorit, ja nisa me lujt. Do më 3 muj, si bon atë lutu dëmtova, pra. Edhe ku shkova të qërëm kita. Se qërimin e një prej komtarës të Kosovës, sa të egin e pos. Ta shajnë bonë herën e paro përrem. Ta shku shkova herën e dy që i lujta një 3 luj me Suareka, i dëmtum, e kisha gumin shumë tajt. Po marrë ke morë se isha tu pagu, sa ja nisa me lujt, s'mu isha me jo thonë që jem tu pas problem. Apo kuptan, sa ja nisa me hina por mirë me Prishtinë në mrojta penalti, ja nisa e ka pa formën e mirë me Dogagjine, ja nisi të muaj gumi shumë. Edhe hisë më shas me stërbita, sejt, qashtu me zërë të ishty. I lujt edhe një 2-3 loj, i lendum qashtu edhe. Lene sa më edhe kur erdh, e ishke qëndrimi aty edhe, pi thamë, trener du me shku të qërimi me po një kontrol, se vesë këshër ma gume. Kur e kom hek trenerët, kur e ka pot me rrua, dhaj, shumë jajta, që shikon të stërbit kështu, edhe kur shkova, e diktaj qërimi me në ranë që është i këpot, po qatë shumë një dhim ta, sa më tha, beto tha, nga dhe shka pusho, tha një dhe dit, e ta në tha vjenë, se të kemë më qecu e kupta. Po thash, okej, atë. Edhe unë direkt pi aty, shkova në shpejt, të rvinë direkt. E që mura në telefon, ku i edhe në bane, thash, del të lokali, thash, se se kom fundon të mirë. Dull. E i rvinë është i drejt për drejt. Të mon direkt. Si vjen këtë qështë. Vesh e ka mo, tha beto. I këpët. Këpët thash. Edhe, e kisha një shëktemin që qëllaj aty, molin. Edhe unë janisa, më thaj këpët, okej, thash adin. Edhe janisa rvinë, adin më sëmë, jo, po tash, shnash që me i bo. Edhe janisa në ato kesh, adin. Edhe aj, por zotin po të keshet. Aj, kjo ke, se thash që me bo, a këpëtë në këpët, Maza ditet e qërime, e këshyre. Pa, petësën ma thej, ke kështë më thonë, o të këfët e ki. E ke betë, janë do fije, po ma mirë është me hinë opereme me këshyra, din se së më do këtë që. A shu do, sa jam të shtojnë zej. Do në salon gati t'ina direkta, se më me shku një 2-3 janë, së të më ke po më këtu. Se mas shumë t'ja boj që e gojle t'qysh me nejtë e ratë. E këpëtën se 6 javë të para i e ratë. T'qysh me nejtë që atë periud, t'qysh me kalu. Edhe, okej, tha se po hina. Hina në operem. Se zakonisht 1 orë e gjys, 2 zgatë operimi, ka zgatë 5 orë dishka, 5 orë e gjys. Operimi. Dhe me thonë herën e 2 të kish, po nuk kështu, ka dal. Ka dal, du mu së gut. Të i kojtë babe bab gjëqë. Masi dole për operimet, masi ndullë gjumë e erë, tha. Vesh të isha kështë ditë një vokë se komë. Ashtim të shëvesh do pije, po më dhem që da. Dhe do, tash jeri këthy, mas të lëndimi dytë, uroj më s'mendo dhe të rejta për. Inshallah, jo, as mu, as një lejtari tjetë. As një futbolist tjetë. Shumë është është. Se është shumë është tjetë. Por nëse të ndodhë, hekdor krejt, e të rejta dje që së sheja mirë. Allo. Po uroj më s'mendo dhe ajo, edhe për fund, shkurtimisht. Për në Evropë është shumë problem u këthy tash, mas një periudhe të gatë. Po ka përfundu karriera për Evropë, apo e ki ende shprezën se mundet me arët një ofertë? Darman. Karriera nuk përfundon kur si digjet, është diçka e paparashikueshme. Po sani kryesor që është tashti, është mu këthy edhe me vazhdu me hi në ritëm gradualisht. Gradualisht, po. Se kur u ktheja në herën e kalum, unë nxitova unë shumë, unë edhe klubi që s'ka pas shumë eksperiencë, unë nxitum të 2 parë shumë. E ajo unë penalizoj mu. Po nëse kthejna gradualisht, e filloj gradualisht me e ki morë përvojën tash, përvoja që duhet, e din që shme menazhu punë në lëndimit. Njënën për mbështeca më të naj që e kom pas, u kom fatuni, që më ka përkrash shumë. Edhe se fatuni vetë u kom i ka ro me pauzu, që më duket 2 vjetë, nuk e di sa. A një vetë të gjysa 2. A të më kumë po ka thonë që adin kthejesh. Edhe i ka pas 2 lëndimet një ta. Shumë trana i ka pas edhe. Edhe unë e vetë, kur u lëndu aj, kur s'kom besu që mërën më këthy. Ta shlej që u këthy, po është për tjeri me plët me rritë, me mirë në Kosovë. Dhe me thonë, vetë do të me pas besim edhe me shku me një klub ku e ki besime. Uroj me ndjek rrugën e Fatoni, se mas lëndimi 2, ka pas paraqitit zakonshme, pa besueshme në Evropë, dhe e kapi prap kontarën e Kosovës. Me shumë e rritë.
Bart me fol me betimin, me mnakin tem për futbollin mes me deri nesër. Valla po, shumë tema, shumë, nashta kena lona dhe pa diskutu diska. Po, është koha, mi thonë falenderit betim, a ke nderu me ardhjen Ke knatësi e jona. Me na fol për karrierën tonde, par dyshi garant vjen mas 17 kur përfundon karriera. Kim na tregu edhe se në tjera. Ishte knatësi që të patëm në studio. Ishte knatësi edhe për mu, shumë falenderë. Faleminderit prej teje, që na ke nderu. Falenderë. Atëherë, shikues të nderuar, para se të japim fund këtij emisioni, mos harrojmë edhe t'i falenderojmë mbështetësit tanë që janë Erbyni, Expes dhe pia numër 1 në vend Golden Eagle. Mirupafshim.